Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do t'jemi sërish në lidhje direkte me protestën qytetare në ditën e 10. Tashmë janë përpara kryeministrisë, kanë nisur edhe fjalimet e rastit, siç ne kemi bërë me dije një ditë më parë, grupi nismëtar ka bërë me dije se do të përcaktohen dhe do të ketë 5 fjalime nga ekspertë përfaqësues të fushave të ndryshme. Ndërkohë me mua në studio për të diskutuar mbi këtë lëvizje qytetare, kam kënaqësinë të kem avokatin Kujtim Ibra, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Protesta qytetare në ditën e 10, sot edhe më shumë pjesëmarrje. Si e keni vlerësuar këtë lëvizje, nisur edhe nga kërkesat e artikuluara, jo vetëm në krye të herës, por me publikimin e manifestit një ditë më parë, qeveri tranzitore dhe kërkesa të drejtë për drejta për SPAK dhe BKH-n. Qikota Fina, kjo është një proces qytetare e cilat për hir të vërtetës duhet përshëndetur çdo qytetar i cili del dhe proteston, është drejta secili që të protestoj mbi drejtat dhe liritë e tij dhe ku funksionohen interesat e tij, qoftë ekonomike, pronësore, gjithë etj. Por një në sloganet që ma vret shumë veshin, me duke një slogan komunist, po themi, Berisha në burg, Rama në burg, më kujton vitet e bashkërimit, vitet 45-46, ku forcat fituese, një pjesë e forcat fituese të pushtetit kërkonin që njerëzit kundërshtar politik të ishin në burg, dhe mu më le një shihet hidhur. Çështja e burgut nuk zgjidhet në bulevard, çështja e burgut në zgjidh prokuria dhe gjykata, pra është një slogan për mua që nuk vlen. Pastaj pikat tjera të protestës dhe drejta secili që të protestojë në interesin e tij ose një lëvizje, po themi, ambientaliste, naturaliste, siç është rasti, për shembull, siç u zhvillua ditë e para për shkak të Zvërnecit. Mirë, po kemi paralelisht edhe pamjet në Fier, mënyra se si po pritet kryeministri është kryetari i Partisë Socialiste Rama, është 35 vjetori i Partisë Socialiste në Fier, e shohim me përfaqësuesit politik, deputetët e zonës. Rama është detyrin e tij politik tashmë, me 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, dhe besoj turi që ka bërë në përqarqe të ndryshme është edhe turi i Fierit, pasi dje ishte edhe në Shkodër, të tjera ka qenë në Tiranë, në Vlorë, Koç, etj. Pra Rama është duke bërë atë agjendën e tij politike, e cila nuk ka pse ta ndaloj për shkak të protestave, por normalisht zoti Rama ndoshta shumë shpejt mund të gjinde dhe ka shtëri dorë e dialogut ose të bisedime me përfaqësuesit e protestuesve. Deri tani nuk ka pasur ndonjë konsensus që zoti Rama Ua ka bërë ftesën për një përfaqësi prej 20 personash, megjithatë është refuzuar në mënyrë kategorike ulja në negociata me kryeministrin Rama. Është kërkesë e panegociueshme për protestuesit, largimi, dorëheqja e tij dhe kabinetit që ai drejton. Ja, shikom, ka një diçka. Ju përmendët vetëm çështja ambientaliste, nisi për Zvërnecin protesta, por sot aty janë ndërthurur një sër problematika që shqetësojnë qytetarët për arsim, për shëndetësi, për paga, pensione, për emigracionin në nivelet të larta, standardin e jetesës që po i bën të largojnë gjithnjë më shumë veçanërisht të rinë nga Shqipëria. Absolutisht e drejtë e secilit që të ketë arsim më të mirë, shëndetësi më të mirë, rritje ekonomike më të madhe, pra është e drejta secili që të kërkojë nga qeverisja që të plotësojnë standardet e jetesës dhe të kemi një jetesë më të mirë. Unë besoj që thirrja e Ramës për një konsensus dhe për një bashkëbisedim ka qenë në kulmin e Vazhden e takimi për të biseduar mbi problematikat dhe mbi kërkesat që kanë protestuesit. Kjo është refuzuar nga ana e atyre dhe tashmë ka filluar një lëvizje politike. Pra kërkesat tashmë kanë kaluar pasta politike, është lënë me një anë, po themi pjesa ambientaliste dhe naturaliste, tashmë jemi në pikën ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit. Por mos harrojmë diçka. Kërkohet dorëheqja, megjithatë nuk mungojnë edhe thirrjet burg për Ramën, burg për Berishën, janë të vazhdueshme këto. Besoj kërkesat janë kundër establishmentit politik shqipëri, klasës së vjetër politike. Klasës vjetër establishmentit politik 35 viteve, sepse mos harrojmë që Shteti shqiptar është qeverisur nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, për hir të vërtetës të dy forca kanë peshën kryesore në qeverisjen e vendit, dhe normalisht kanë edhe fajet dhe gjunajet, po ta themi, në qeverisjen e vendit, por Partia Socialiste
ndoshta për mua, në shëndimin personal, duhet të tregohet me lojale me qytetarët, duhet të tregohet me afër njerëzve në zgjidhjen e hallëve, mos harrojmë që kemi një administratë ku është mjaft arrogante për të vërtetës, ministra të ndryshëm, deputet të ndryshëm, drejtorë institucione të rëndësishme të cilët kanë një arrogancë dhe ka shkut lidhet me popullin, po themin, në gjuhën e përditshme, dhe kjo është ajo që Partia Socialiste duhet sa më shpejt që të rikuperojë marrëdhëniet me publikun, dhe me komunitetin dhe me persona, po themi me elektoratin e tyre që i ka votuar. Mos harrojmë që shkputjet dhe diferencimi që bëhet mes njerëzve, ajo lë një vakum shumë të madh për forca të reja, ndoshta edhe për ligje të tjera politike të cilat e shfrytëzojnë edhe kanalizojnë politikisht pjesën e mosqeverisjes të mirë. Unë besoj që zoti Rama dihet në Si do të shkojë kjo çështje? Një lëvizje madhështore qytetare, sot edhe më shumë protestues, nesër kanë përthirrje që të shkojnë në 1 milion numri tyre, madje ka informacion se do t'i bashkojnë edhe shqiptarë që jetojnë e punojnë në shtete të ndryshme, kanë prenotuar për të ardhur nesër për t'u bashkuar protestës qytetare. Si do të shkoj, tashmë nga një lëvizje madhështore qytetare me kërkesa të artikuluara politike, ende nuk është e qartë se cili është grupi organizator, pavarësisht se ata që janë parë aty me megafon kryesisht, ka një perceptim tashmë se janë disa prej tyre nismëtarët. Megjithatë, a do të jenë ata përfaqësuesit, a do të shkojë kjo lëvizje, do të kthehet në një lëvizje politike, pra si e mendoni ju, cilët janë skenarët të mundshëm? Shiko Tafina, ideja është kjo. Në qoftë se kalohet nga kërkesa ekonomike, ambientaliste, kërkesat ndryshme, kalohet në kërkesat në kryet herës ishin politike. E para në kryet të listës ka qenë që në ditën e dytë largim i kryeministrit Rama dhe qeverisë që drejton, më pas 4 ligjet që lidhen me investime strategjike, paketën e maleve, po ashtu për zonat e mbrojtura. Po pra, ka një diçka. Tashmë terminologjia është ndryshuar. Në qoftë se ne flasim që lëvizja politike, pastaj lëvizjet politike dihet tashmë kalojnë ose vazhdojnë në protestimin deri në arritjen e qëllimit kërkesat tyre, siç është anullimi i disa ligje siç ka kërkuar, ose çon drejt një krijimi të forcës të re politike në Shqipëri. Unë besoj që mund të ketë edhe parti të re politike në bazë të lëvizjes politike, por mos harrojmë diçka, në shesh sot ka persona që janë të majt, djath, komunist, badhest, pra shoqëri civile dhe gjithë këtë konglomerat njerëzish, gjithë ky bashkim njerëzish nuk e di arrin që të bashkohen në një forcë ose në lëvizje politike për shkak të binjeve të ndryshme që ata kanë. Pa diskutim. Qofsha e gabuar. Është fakt që pakënaqësia e mbledhur është e madhe për çështje të ndryshme, ndaj janë grupime të ndryshme që edhe nuk kanë lidhje me njëri tjetrin dhe janë bërë bashkë për shkak të pakënaqësive për këtë qeverisje. Po pra, përmbledhja gjithë pakënaqësive, them që mund të krijojnë një forcë politike me lëvizjen politike që po shohim. Por krijimi i një force politike ku ka shumë pikpamje të ndryshme, për mendimin tim nuk çon në atë që këta pretendojnë që të krijojnë një forcë politike të përbashkët ku të arrijnë të mbledhin gjithë këta njerëz që të përfaqësohen nesër në një forcë politike. Sepse kemi rryma të ndryshme politike, pavarësisht se daljes në shesh, por mos harrojmë që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë dy parti që kanë monopolin sot në elektoratin shqiptar. Partia Socialiste më shumë, Partia Demokratike më pak, por është shumë e vështirë që këto dy parti të marrësh një elektorat kaq të madh, sepse pastaj do ishte një... Ata që kanë dalë sot në shesh nuk janë më elektorati i as Partisë Socialiste, as Partisë Demokratike. Janë të pakënaqur nga klasa e vjetër politike. Ne jam dakord, por nuk besoj deri në atë pikë sa mund të ketë pakënaqësi të dy, sepse ka edhe antar Partisë Demokratike që dalin shesh, ka edhe antar Partisë Socialiste që dalin shesh, dhe në rast të po themi një nesër, një palë zgjedhje, besoj që mund të ketë dalje. E diskutojmë pas pak, do dëgjojmë kanë nisur tashmë fjalimet. Për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë për te afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëm mendot nga askush. Sepse më shpaloset fytyra më dinjitoze e Shqipërisë. Është moment historik, miqtë e mi, sepse sot shënjojmë fundin e tranzicionit të tezgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protestë jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot.
së mbështetje për çdo shqiptar që s'është ende këtu, ta bashkohet. Për ditë këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë desha t'ju thoja e turoja që Zoti ta bekoj Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është në kohë këtu, bekimi i Shqipërisë është kjo protest, bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Shqiptarët në fakt e kanë lënë Shqipërinë gjithë këto vite, rreth 1 milion thuhet prej 2015-ës, për t'ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, për të ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Ka 10 ditë që shqiptarët po i lënë vendet e Bashkimit Evropian për t'u kthyer këtu. A e dini pse? Sepse kjo është e njëjta arsye për cilën ata kanë ikur. Ata kanë ikur sepse nuk kanë pasur shpresë se këtu mund ta ndërtojnë jetën e tyre. Ndërsa tani ata janë kthyer sepse ju jeni shpresa e një Shqipërie të re. Shqipëri e re! 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 Të gjithë bashkë, sidomos duke na u bashkuar edhe diaspora, edhe shqiptarët e trojeve, po që do ta bëjmë Shqipërinë e re. Shqipëri e re! 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 Në fakt, sot do të kemi disa fjalime të atyre që kanë ardhur nga diaspora. Daj fjallën ja jap Arper Leshin, një aktivisti që është kthyer nga Austria vetëm për këtë protestë. Bashkëdhetar që e keni mbushur këtë shesh, ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën me shqiptarë kudo në përbot me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington, sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Bolqove, merë sinkrona. Jo, është duke që sinkronë planë. Që për mashimi. Bol, mjaftë qove. Po sinkroni një për kemë, në të plusi. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore, mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec, e kudo tjetër në për Shqipëri, ishte pika e mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm sjell këtu dhe zërin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati, zëra të cilat nuk dëgjohen as në media e as kund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë 40 vjet pa rrugë, pa ujë të pishëm, në Zalgjocaj, në Kurdari, atje banorëve po ju merret ujë i pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet e oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju edhe diaspora,
e di shumë mirë se sa të qia i kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër, por sot i bëjmë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë një të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të këqijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Dorëheqje! Dorëheqje! Mirë, ndoqëm sërish fjalime nga protesta qytetare në ditën e 10, tashmë sikundër ne kemi përcjell e kanë artikuluar prej ditësh protestuesit, kërkesa kryesore pa negocueshme është dorëheqja e kryeministrit Rama dhe largimi i qeverisë që ai drejton, krijimi një qeverie tranzitore ku të ketë në fakt në zgjedhje nga populli, thon ata. Megjithatë, të mos ketë ministra të cilët të kenë lidhje politike me subjektet aktuale. Sa e mundur do t'jetë kjo, zoti Ibrej? Jo, besoj unë, kjo është për te kërkese për te mundësive që... Pra një qeveri teknike me ekspert të cilët nuk kanë një lidhje të drejt për drejt politike sot. Të kuptoj jashtë politikës, po kjo kërkesë është ka hershme dhe Në fatmirësisht ekspert të tillë kemi plot. Kemi plot, po kjo kërkesë ka qenë ka hershme dhe Partisë Demokratike që Partia Socialiste dhe Edi Rama shkon të drejt një qeverie teknike, e cila nuk ka se si të ndodhë, sepse mos harrojmë se mazhoranca para një viti do bën zgjedhje dhe mazhoranca pothuajse. Është tjetër kërkesa që kishte bërë Partia Demokratike për qeveri teknike, një qeveri që në fakt përmbushte kërkesat të dyve, kishte përfaqësues të dy palëve politike. Por kjo kërkesë qytetare është ndryshe. Të mos ketë as nga Partia Socialiste, as nga Partia Demokratike dhe as nga subjektet e tjera politike. Që ta thonë që ta jepet pushtetin neve në tavolinë. Pushtetin në tavolinë nuk jep njeri, që t'jemi qartë. Pushteti merret nëpërmjet votës. Dhe kjo është përbotshme. Kërkohet një qeveri e tillë për të përgatitur më pas vendin për zgjedhje. Po pra, nuk ka pse. Pa ndikim politik. Po pra, kjo është, nuk mundet që me këtë presion që bëhet në bulevard, që ti të dërosh kryeministri Rama të jap dorëheqjen. Pika parë, dhe nuk ndodh. Dhe s'ka për të ndodhur dhe këtu do jemi dhe unë e parashikoj që nuk ndodh. E vetja mundësi është që këta në qoftë se duhen krijojnë një parti politike, zgjedhjet lokale janë pranverën në vitin që vjen dhe duhet të tregojnë vetin në zgjedhje. Që të dhuroj kush pushtet në tavolinë, nuk ta jep njeri pushtetin në tavolinë as në bulevard. Sepse nuk kemi pra një krize aq të madhe. Si po e përcjell Rama për ju këtë protestë? Është parë të ironizoj grupime të ndryshme që marrin pjesë aty, influencera, në reagime në fakt disi të çuditshme në momente të caktuara. Rama për mua është një rebel, i cili është dhe indiferent në pjesën e taj lëvizje, për shkak sepse natyra e Ramës ne e dimë është një natyrë e tillë, nuk është natyrë që themi poskokçarse, po është kokfort në rrugën e tij dhe nuk besoj që... Po i trëmbet kësaj proteste, është vënë në presion? Shiko, çdo protest, sado pjesëmarrjet ketë, çdo njeri e vën në presion dhe çdo njeri e vën në mendime, që të jemi të sinqertë. Pra edhe Ramën, kjo proteste ka vënë në lëvizje, ka vënë edhe në mendime, ka vënë edhe se si mund gjendet në rruga ose iniciativa ligjore që mund plotësojnë kërkesat e tyre. Sepse nëse disa protestues dalin në protestë... Jo disa protestues, aty janë mira, dhjetra mira mbase dhe nesër është bërë një thirrje që të shkojnë në 1 milion shqiptarë të jenë aty në shesh. Sa do 1 milion shqiptarë nuk i bashkon dot se 1 milion shqiptarë. Një protestë që dukshëm besoj keni përcjell në pamje, ja ka kaluar protestave politike shumë herë. Po 1 milion shqiptarë janë shumë, nuk i bashkon dot. 1 milion kemi ngel gjithsej. Por po them të që Rama për mua mendimin personal është që Rama duhet marrë iniciativa ligjore sa më shpejt. A ju duket se ka një reflektim sot, për shembull, ka pasur një komunikim me gazetarë të vendeve të Bashkimit Evropian, ka pasur dhe përplasje replika për shembull me një gazetare rumune në lidhje me projektin, ka thënë që projekti nuk është anulluar, nga ana tjetër kompania ende s'ka leje ndërtimin, nuk do të lejojë që projekti të vritet përpara se të lindë. Po pra, sepse projekti nuk është paraqitur, nuk kemi... Ndërkohë ka nisur aktiviteti në Fier për 35 vjetorin, e çel pikërisht zonja Belinda Balluku, ish zëvendës kryeministrja, drejtuesja politike e Qarkut, për të cilën është akuzuar për qëndrimin e mazhorancës se po bllokon edhe procesin e integrimit zoti Rama me qeverinë që drejton. Jo, nuk besoj që zonja Balluku është pika ku ne që dojmë për të integruar Bashkimin Evropian. Ne na duhet një sër faktorësh tjerë që është qëndrimi i mazhorancës në raport me drejtësinë e re. Jo, nuk ka, ja do ta shpjegoj. Shiko, shkon përtej rastit. Jo, jam dakord me ju, por shiko, nëse ne flasim për një person, çdo lloj pozicioni, përjashtoj rastin e kryeministit edhe sepse ai është kryetari i kabinetit i cili qeveris vendin,
të tjerët nuk mund të bëhen pengesë për integrimin e Bashkimit Evropian. Pse? Sepse integrimi i Bashkimit Evropian, grup kapitull që kemi për Bashkimin Evropian, janë më shumë se roli i Belinda Ballukut në këtë proces penal që ka. Pra, kemi një sër faktorë që siguri ushqimore, çështjet e rendit, çështjet e parafrimit të ligjit zakonit. Me loret kemi fokusin tek shteti i së drejtës, tek garancia e institucioneve të drejtësisë, mos ndikimi i tyre, respektimi i tyre, ndërkohë që mazhoranca nuk e ka respektuar kërkesën që bëri SPAK në rastin konkret. Shikoj, rasti i Belinda Ballukut e kemi diskutuar dhe po diskutojmë përsëri. Nëse ka zhvillime të reja, sikundër ju e dini, tashmë ka dyshime dhe mund të ketë akuza zyrtare për korrupsion, pasive, po ashtu edhe për pastrim të produkteve të veprës penale. Të doja të thoja, me akuzën që ka vajtë prokuroria, që ta përsisim edhe një herë për publikun, me akuzën që ka vajtë prokuroria posaçme në parlament për heqjen e imunitetit zonës Belinda Ballukut, ka qenë një akuzë shkelje e barazis në tendera. Një akuzë shumë e lehtë. Në qoftë se prokuroria posaçme ka prova për përfshirjen e Belinda Ballukut në korrupsion, në pastrim produkteve të veprës penale, evazion fiskal e tjerë, është tjetër gjë dhe mund ta vej pastaj parlamentin një pozitë shumë vështirë. Në këto momente që flasim me vepër Partinë Socialiste. Po pra, Ramën, parlamentin, Partinë Socialiste, ose grupin parlamentar në fiks fare të Partisë Socialiste. Në këto momente që flasim, me këtë akuzë që ka, besoj që Partia Socialiste nuk e ka dhënë okejin për shkak të akuzës të cilën nuk e quajnë të rëndësishme. Pra për zonën Ballukut, në qoftë se prokuroria posaçme mbledh prova dhe i dërgon përsëri kërkesë parlamentit për këto vepra penale që unë thash, atëherë mazhoranca normalisht duhet t'japin liston për sa i përket arrestimit ose një mas tjetër për zonën Ballukut. Në këto momente që flasim me akuzën që ka zonja Ballukut, nuk besoj që është qartë. Qëndrimi i parlamentit ka qenë i drejtë për sa i përket, sepse shikoj tani kemi diçka. Ne nuk mund të themi edhe totalisht në një republikë prokurorësh, që jemi qartë tani me publikun, sepse në qoftë se abuzon kush në Republikën e Shqipërisë me lirit e drejtat e njerëzit, janë prokurorët në Republikën e Shqipërisë. Që mbi teket një prokurori dhe kape rast në burg secilin si ti teket me prova pa prova. Kjo duhet marrë fund. Pra nuk mundet që në Republikë parlamentare të themi një Republikë prokurorësh, ku i teket një prokurorit me prova pa prova, me dyshimin e arsyeshëm që për menimin tim duhet të një iniciativë ligjore shumë e shpejtë që të hiqet nga kodit procedurës penale, nuk mund të jetë me dëshim të arsyeshëm. E dini që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka kod procedurë penale fare s'ka kod procedurë penale. Këta përdorin dyshimin e arsyeshëm kodit procedurës penale për të futur njeriu në burg. Pastaj ne i mbledhim provat gjatë rrugës, që nuk ndodh as i vend botës përveç Shqipëri. Prokurorët tanë me mendim kanë mendime bolshevike. Akoma, dhe mund vjen keq për disa magjistratë të ri që kanë shkuar shumë shpejt shkollën e Vasaturës, janë shumë të ri dhe të reja, akoma me mentalitet bolshevik, ku pika para tyre është që të fusin njerëz në burg. Duke qenë se kemi 7 lloj masash tjera ku janë të përshtatshme për persona familjar, për persona me fëmijë të mitur etj. Pra nuk është ta kërkojnë masën e fundit të paren. Pa llogaritur asnjëherë që duhet një masë tjetër më e lehtë. Mos harrojmë edhe zonja Ballukut, po flas për zonjën Ballukut me që e kemi këtu sonte. Mos harrojmë ka 2 fëmijë, ka një fëmijë të mitur. Akuza për cilën ka atribuar prokuroria posaçme nuk është e rrezikshmërisht lartë çështje e diskutuar ajo, por me 2 akuzat e reja, nëse do të jenë zyrtare, SPAK i drejtohet kuvendit dhe mazhoranca detyrohet të përgjigjet? Absolutisht po. Në qoftë se prokuroria posaçme shkon me prova për çështje të korrupsionit, për pastrim të produkteve penale, evazion fiskal etj, mazhoranca duhet të duhet të ngrej kartonin për masën e sigurimit që kërkon prokuroria posaçme. Nuk besoj që prokuroria posaçme mund të kërkojë arrest në burg, sepse s'ka kërkuar asnjë nga gratë, pavarësisht akuzave. Pra, kemi zonjën Monika Krymalli, kemi gratë tjerë. Karçana që ishte në fakt ndryshoi masën e sigurisë. Shvihet në detyrim për të paraqitur. Unë besoj që në rast të se, po e supozojmë, çdo lloj akuze nëse do ngrihet nëse një akuzë për korrupsion dhe vepra tjera, atëherë vetja masë sigurimit që mund të jetë arrest i shpirtë për zonën Ballukut. Dhe Parlamenti Shqiptar, grupi i Partisë Socialiste, pastaj do të ngrej kartonin dhe thotë që po ne jemi dakord që zonja Ballukut i vet dispozicion drejtësisë. Por me këtë akuzë që kemi sot, zonja Ballukut nuk i plotësonte kriteret sipas kërkesës të qartë. I rikthehemi kërkesave të protestuesve në lidhje me qeverinë Rama. Kur mendoni se mund të ketë një reflektim nga ana e kryeministrit? Unë besoj... Protestat, si që është bërë me dije, do t'jenë të pandalshme. Absolutisht po. Unë besoj që zoti Rama duhet të... Mendimi im personal, si jurist është kjo, që cila është zgjidhja da final. Zgjidhja më e mirë janë rrugët ligjore. Rrugët ligjore cilat janë mbledhja e parlamentit. Pra, në qoftë se kemi disa ligje të cilat duhet anullohen, ose duhet të rishikohen, ose duhet të amendohen, atëherë është fuqia e parlamentit ajo që duhet vendos. Dhe unë besoj që
Partia Socialiste duhet të mlidhet, të diskutojnë forumet e saj me grupin parlamentar se çfarë ligjesh mund të ndryshohen, çfarë ligjesh mund të abrogohen dhe çfarë ligjesh mund të amendohen. Dhe unë besoj që kjo është zgjidhja më e mirë, zgjidhja ligjore. Pra, majoranca ka fuqinë ligjore nëpërmjet parlamentit që të bëjë ndryshimet dhe të përgjigjet kërkesave të narrativa, reagimet e kryeministrit tregojnë krejtësisht të kundërtën. Besoj që Rama po e le që të vloj nga pak dhe po e shikon se si ecën dhe çfarë interesi dhe çfarë grupesh interesit ka aty, dhe do të shikoj kristalizimin e protestës qytetare, se sa e kristal dhe deri ku shkojnë kërkesat dhe çfarë lloj interesash politike ka ose qytetare, se ka dy lloj interesash, pra ka interesa politik dhe ka interesa për qytetarët e thjeshtë. Dhe Rama ndoshta po vëzhgon edhe këtë pjesën se ku shkojnë interesat e politikës, ose pjesës e po themi partitë politike ndryshme politike, pra duhen përfitojnë kapital politik, apo do të shikojmë kërkesat imediate që kanë qytetarët shqiptar që janë në bulevard. Protestuesit deri tani kanë përmendje që nuk do të lejojnë të përfaqësohen me asnjë logo politike. Pra, nuk kanë pranuar në protest Partinë Demokratike, absolutisht Partia Socialiste mund të ketë ndonjë të pakënaqur që nuk është sot pjesa e administratës, kemi evidentuar aty dhe ishte vendos ministra të kabineteve Rama të mëparshëm, por përfaqësues dhe drejtues të partive të vogla janë pjesë e protestës, edhe pse protestuesit theksojnë vazhdimisht që protesta nuk do të njësohet me një logo politike aktuale. Jam dakord, po shiko. Në të dalësh në protest nuk të ndalon njëri, ti je antar i Partisë Socialiste Demokratike, çfarë do lloj partie që ti je. Je antar i thjesht i partisë ose ku diun se çfarë strukturësh mund të jesh, por të që të dalësh në bulevard, protestosh nuk të ndalon njëri. Dhe logo mosmarrja e një logo politike, pra mbajtja e flamurit kombëtar pa logot e partive, pa flamurit e partive, për mua është një gjë e mirë, që tregon që është një protestë qytetare. Në të kundërt, pastaj kalon, jo pa qëllim thash, që Rama ndoshta po shikon kristalizimin e që 20 përfaqësues do t'i priste bujrum të diskutojmë, të zgjidhim çështjet. Si mendoni, është kjo një përpjekje për të shkuar drejt shuarjes përçarjes së kësaj proteste? Jo. Kur ka filluar protesta, ka qenë për lagunin e Rënecit. Jemi dakord? Dhe Rama ju tha ambientalist. Nisi vetëm ditën e parë. Megjithatë, që nga dita e dytë avokat u bashkuan, pankartat ishin për rjollin, ishin për thetin, ishin për rajonet të ndryshme të vendit, qoftë për çështje pronësie, qoftë se mungojnë ilaçet edhe trajtimi siç duhet tek onkologjiku. Pra aty pati një miks problematikash, sikundër janë të shqetësuar sot qytetarët, po i vuajnë në përditshmërinë e tyre. Tafina, aty ishte një lëvizje qytetare dhe Rama ju tha këtyre qytetarëve shqiptar që me një përfaqësi për 20 vetash, hajde në bisedojmë, se nuk bisedohet me 10.000 vetë, as me 5.000 vetë një herësh. Ju tha, zgjidhni një përfaqësi për 20 vetash, të hajde bisedojmë me qytetarët. Por teksa nga ana tjetër. Që të bisedoj politikisht, teksa nga ana tjetër, edhe ditën e vjetë, ai nuk e pranon. Që të diskutojmë me Agroshe, ai nuk e pranon. Sa i sinqert ka qenë kërkesë, teksa edhe sot në ditën e 10 të protestës qytetare, Rama shprehet se nuk do të tërhiqet nga ky projekt, se nuk do të ketë një ndryshim të ligjeve që kanë kërkuar që në kryet herës protestuesit. Atëherë, çfarë efekti do të kishte një negociat me kryeministrin, sa koshti pa lëkundur për t'i prekur këto ligje që kundërshtohen nga qytetarët? Ka një diçka. Rama, masa kam ndjek, pothuajse çdo ditë, edhe protestën, edhe deklaratat e Ramës, edhe deklaratat e Berishës, gjithë liderëve politik Shqipëri. Rama deri tani ka thënë që nuk ka projekt. Dhe unë nuk mund të them që mund të anulloj projektin kur s'ka projekt. Jo është kërkuar të shfuqizoj ligjin e ndryshuar në 2024 për ndërtim në zonat e mbrojtura, ligjin për trashëgimin, paketën e maleve, janë listuar disa kërkesa që kanë bëjnë kryesisht me zonat e mbrojtura të vendit. Një në ligjet kryesore, i cili ndoshta duhet të shikuar për mua është ligji mbi zonat e mbrojtura, që u ndryshon në 2024. Paketa e maleve është një ligj që është ligj fantastik për sa i përket zonave malore dhe zonave të malësive ku ka zona Alpave. Por ju e dini që problemet e pazgjedhura të pronësisë do të bëjnë edhe aty, do të shtojnë konfliktet. Si do të shtojnë konfliktet sepse përmes paketës do të jepet mundësi investitorëve strategjik dhe banorët e zonës që mund të kenë një AMTP, nuk do të mund ta bëjnë tokën të tyre, nuk do të mund ta shfrytëzojnë atë. Mirë, ja do të them, me që më futet të çështjet e pronësisë, ke fut tamam te fusha ime. Por si do të sillim ne një ditë të çështjet e pronësisë? Me paketë maleve jo, me 7.500 jo, me 20 jo. Me tjetër jo, si do të zgjidhim në çështje të pronësisë, ose si do të bëjmë ne qytetarët pronar, që të kenë mundësi që ta investojnë në pronën e tyre, dhe të kenë akses edhe në banka dhe në investime. Nuk ka rrugë tjetër, duhet gjendë rrugët ligjore. Ne flasim për zonën e Alpe, për shembull, për marr shembull dhe zonën e Vermoshit, zonën e Kelmendit. Është gjithë një mekanizëm ku është paketa maleve, ku secili nga atë pronë që trashëgon brez pas brej mund ta certifikojë.
Pra është një mënyrë. E qartë, një nga pikat e manifestit të publikuar një ditë më parë kishte të bënte edhe me krijimin e një komisioni të posaçëm për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare katrahurës që është bërë me pronat. Tani kur thu fjalë manifest duket si manifest komunist. Po referohem i tillë ishte dokumenti i publikuar një ditë më parë nga protesta. Edhe termi manifest tingëllon keq të njerëzit sepse me manifestin e kemi bërë qef 50 vjet. Mirë, ne na duhet një kontratë me shoqërinë shqiptare, me shqiptarët, një kontratë e re e politikës. Për këtë unë jam për këtë, që politika shqiptare duhet ribërja e një kontrate me qytetarët shqiptarë dhe mund nuk më vazhdohet me kështu. Mirë. Jo, apo ka do ta diskutojmë pas pak. Do të shkojmë sërish në një lidhje për të dëgjuar fjalimet që po mbahen përpara kryeministrisë. Nesër është bërë thirrje për protestë kombëtare edhe në kuadër të 148 vjetorit të lidhjes së Prizrenit. Ndjekim është një zonjë që ka marrë fjalën në këtë momente. Dear representatives of foreign media present here in Tirana, we thank you a lot for featuring us, because most of the medias here have actually not featured as they should be. This is a movement of young people. This is a movement that has started a long time ago, but only now everybody has come together because they have seen that gradually every single government, whether that was a right wing or a left wing, has betrayed them. They have actually created legislation which has allowed their land to be sold to anyone that they see fit, without the landowner having the right to say anything about it. This is what we call the law of foreign investors. Because they have seen projects like Skavica up in north, they have seen projects like Nata and Sazan that is just stealing the right of not only property for life, the right of living in their own land. And that's why the Albanians now have left Albania and are abroad and are protesting in massive numbers. Thank you very much. Nuk e shoh dot fundin. Edhe sot ndryshe nga çdo ditë ka edhe në bajtën time, edhe në djathën time. Jeni jashtë shumë. Nëse mendoni se kanë ardhur mjaftueshëm nga diaspora, jam gati t'ju them se keni gabim. Ndaj kam krahasim. Diaspora e Gjermanisë të kemë përsëri një djalë që ka udhëtuar përsëri për këtë protest. Përshëndetje bashkëdhetar. Si fillim, nuk ju falenderoj gjithë dhe këtu që jeni mbledhur, që nuk heshni, që nuk dorëzoheni. Që nuk dorëzoheni. Dua t'ju them, faleminderit që e bëni qartë që Shqipëria nuk është pronë private, por është atë dheu i gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen.
e kam lënë vendin tim ku kam qenë 18 vjeç, si shumë e shumë shqiptarë tjerë, me shpresën se do them këtu t'jap kontributin tim. Por sot jam kthyer këtu sepse vendi jon ka nevojë për ne. Për ne gjithë që jemi këtu dhe për gjithë shqiptarët e diasporës kudo që ndodhen. I bëj thirrje diasporës të vi këtu me ne, në Tiranë, nga kudo. Kjo protest nisi për Zvornecin, por sot është për diçka shumë herë më të madhe. Kjo protest sot është kundër korrupsionit, kundër varfërisë ka ardhur në Shqipëri, kundër kësaj qeverie arrogante që i merr zvarr shqiptarët dhe është bërë palë me krimin. Prandaj jemi mbledhur sot këtu. Unë doja të thoja edhe diçka tjetër. I bëj thirrje të gjithë intelektualëve në Shqipëri. Bëni një front politik. Vijuni kundër kësaj qeverie. Shqipërisë nuk i mungojnë intelektualët. Kemi shumë, mjaftohet t'i jepet një zë. Të gjithë duhet të jenë këtu. Po qeveria, po qeveria, po qeveria, po qeveria. Kërkesat tona janë shumë thjeshta. Dorëzoni ligjin e paketës maleve. Hiqni nga fuqia ligjin e investimeve strategjike. Vendosja e një qeverie teknike dhe e fundit, por më e rëndësishmja, ky këtu duhet të tërhiqet. Ky këtu që ka 10 ditë që nuk vjen syr sepse ka frikë. I bëj një thirrje Ramës. Shqipëria nuk ka nevojë për ty dhe shqiptarët nuk të duan. Faleminderit gjithëve. Dhe ne e sër më shumë, ne e sër më shumë, ne e sër më shumë. Faleminderit. Jeni mrekullues. Duke qenë se ma jepe dore qenë. Ma jepe dore qenë. Por mos harro, Raman Bur Berisha Bur. 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 Kur e pyeta zonjën që do flas për emrin, ajo tha thjesht do prezanto si një nënë e 3 fëmijëve që nuk do të largohet nga Shqipëria. Grava Shqipëri, na dhe gjithë emri më të bukur, emri shqiptar, na dhe gjithë krenari që të luftojnë dhe krenona me të famur. Nga veriun ju, nga linja përëve. Ashtë e vërtet, jam nane 3 vajzave, jam 2 shqiptare dhe nane 3 vajzave shqiptare. Dhe jam këtu në mesin tuaj çdo natë për gjashtë shumë të madhe. Tu t'i siguroj fëmijëve tuaj një të tashmë të sigur dhe një të armë të ndriton. Për herë parë, historinë e Tivani, asa kena mundësi me tregurisë. Ka vëshur në të rrugë një lumin, një popull i madh njerëzish që në përlen male, fushë kodra pa prej. Ka kalu për te kufrive, për te diasporës, për te oqeani, vetëm për një gjatë madhe që është ky vend, Shqipëria e shqiptarëve. Tu zemë për të avamit. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e re.
janë krap, gjithë janë kokë lartë, gjithë janë qeshëm, gjithë ngjen njeri, gjithë ka fillu me ngrit ftyra. Kjo është ftyra ku do me rrit fëmijët e mi, fëmijët tuj. Me jam në gjatë shumë. Se ti të fërë, të nuk e thonë ka flasë që shkodrana, që nuk kam rrarën, se për flitet për i deqë që ka rrë një pandemia madhe, ka fillu diku në një rjo, një zvernes, po një pandemi që i prejkë shqiptarë, pas të ka lejtë për tej kufive, ka lejtë dhe në Amerikë, dhe kja është pandemia e ti flamuri, një pandemi që ka asë një rëjtë, vaksine, që ka vesh një ku, një kurt me një hershme, Roma i, Berisha i. Veshizja, shqiptar, mos u një kokën, mos u dërzoni, mos u përqani, s'ka me kene ne, për të shesh këna me najtë, dhe nga ditë që gjithë këna me kanë bërë, dhe ajo që po kërkoni, ajo që po kërkojnë, të marrë fitore për gjithë ne. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Bravo! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Hajde qitë në dorë! Rama jepe dorëqen! Rama jepe dorëqen! Rama jepe dorëqen! Rama jepe dorëqen! Kjo protest nuk të ishte bërë ka që jashtëzakonshme dhe shumë projekte që këta i kanë qelë nuk do këshin dalë në dritë nëse s'do këshin pasur disa ekspertë aktivistë mjedisorë që kanë bërë punë jashtëzakonshme. Ndaj kam vlerësim çdo njeri për i tyre. Okej, përshëndetje gjithëve. Unë nuk jam aq orator sa Edi Rama, prandaj kam shkruar disa fjalë. Edhe do flas shumë shkurt dhe ju bëj thirrje gjithë forcëve të flasim sa më shkurt dhe të marshojmë sa më gjatë. Sot Edi Rama me të spazur drita gënjeu pafund shumë e shumë gazetar tuaj. Ndër të tjera ju tha që nuk ka projekt. Atëherë si ma shpjegon zoti kryeministër që vlerësimi i ndikimit në mjedis po bëhet pa pasur një projekt. Si mund bëhet kjo? Më herët kërkoj që ne të zgjidhnim 20 nga 20.000 që të shkojmë dhe të negociojmë me të. Ky është kurthi i tij. Nuk ka negociata. Po si mund negociojmë ne me dikë që negocion pas shpinës sonë në hijet e godinave të pushtetit. Ndërkohë, dy fjalë edhe për mediat. Në studiot televizive, ekspertët e mjedisit po përballen gjithnjë më shumë me lloj-lloj deputeti e lloj-lloj analisti totalisht ignorant, të paktën në aspektin e njohurive mjedisore. Dhe arsyeja është e qartë, sepse nuk ka asnjë ekspert mjedisi që mund të jetë pro këtyre lloj zhvillimeve. Dhe e fundit, unë e di që kemi shumë çështje dhe jam shumë i bindur që do jarrim gjitha. Mirë po, do kërkoja t'i japin besën Vjosnartës, t'i japin besën çdo zonë natyrore në Shqipëri dhe të mos e
jem bal. Prandaj, zoti kryeministër Edi Rama anullon projektin tërhiqu e gënjeshtrave. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Me që ishim të zonat e mbrojtura, kam edhe një kor tjetër. Nga Zvorneci deri në Rom, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rom, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rom, sot shqiptarët po thon po. Nga Zvorneci deri në Rom, sot shqiptarët po thon po. Vajzat e djemët më të mirë t'i kombi, sot na janë bashkuar këtu. Por unë dua t'i jap fjallën dikujt që kur një pjesë tjetër e Shqipërisë kishte... Mirë, po përcjellim live protestën qytetare në ditën e 10 edhe fjalimet në fakt, fjalimet e rastit, kërkesat e vazhdueshme për anullimin e disa ligjeve që kanë të bëjnë me investimet në zonat e mbrojtura, paketën e maleve, po ashtu kanë kërkuar protestuesit, por kërkesa kryesore tyre është dorëheqja, largimi kryeministit Rama dhe qeverisë drejton. Po diskutoni më herët zoti Ibraj pikërisht për manifestin e publikuar një ditë më parë dhe kërkesat specifike, një prej tyre ka të bëjë edhe me krijimin, pra synimet, le të themi, zgjidhjen e konflikteve të pronësisë përmes një komisioni të posaçëm, transparencë dhe të pavarur që jep fund kaosit të pronave dhe padrejtësive shumëvjetare. Është një nga problemet madhore në Shqipëri, zën volumin kryesor në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit, çështjet e pronësisë, të paktën nga Shqipëria, sigurisht edhe në gjykata ne kemi diskutuar mira të vrarë për shkak të konflikteve të pronësisë në Shqipëri. Sa e mundur do të jetë një zgjidhje përfundimtare e këtij kaosi të krijuar? Shikoj Dafina, jo paçetim ta thash edhe më përpara që zgjidhja vetme e kësaj çështje janë zgjidhjet ligjore. Zgjidhjet ligjore jepën në mënyrë parlamentit, nëpërmjet ligjeve. Pra, unë kam pas mendimin tim personal dhe po e them publikisht në ju që për shembull Agjencia Shtetërore Kadastrit duhet bashkohet me Agjencinë e Trajtimit të Pronave, do të vëhet në një eficiencë në disa vende kthimi i pronave që të jetë më i shpejtë. Kemi mundësira që ndoshta mund të krijojmë edhe vërtetime hipotekore ose nuk po them AMTP, siç ka qenë përpara në zona të ndryshme që mund t'i bëjmë pronar sa më shpejt qytetarë shqiptar. Pra, duhet gjendem ndoshta një modul jo si AMTP me 7.000, por një modul ndoshta më i përafërt që ta lidhin direkt qytetarin me pronësinë. Dhe këto gjitha bëhen me ligj. Unë besoj që çështjet e pronësisë janë çështja themelore në Shqipëri. Dhe besoj në 80% raste, në 80% problematika që kanë shqiptarët, dhe në 80% edhe atyre njerëzve që mund të jenë në bulevard, janë çështjet e pronësisë dhe padrejtësisë me çështjen e pronave. Dhe kjo është një problematikë kryesore, është i këmban alarmi kombëtare. Dhe për këtë Partia Socialiste, pavarësisht se ka shumë vite në pushtet, e ka detyrim moral, ligjor dhe kombëtar që t'i jap zgjidhje përfundimtare pronave shqiptarëve. Dhe një pyetje të fundit kam për ju avokat, kjo protestë qytetare, mira pjesëmarrës aty, nesër do të jenë edhe më shumë, sikundër pritet, shtuar numri protestuesve nga dita në ditë. Është e kuptueshme që e kanë prishur kontratën me kryeministin Rama dhe qeverinë që ai drejton. Duhet një kontratë e re aty. Si? Shikot, Kur kërkesa është e panegociueshme dhe kërkohet largimi i tij. Ta kthejmë si një kontratë civile, normalisht edhe kontrata me qytetarët është një kontratë civile. Pra, çdo kontratë po themi ka një afat dhe mbaron. Dhe në këtë rast, nëse afati i kësaj kontrate ka mbaruar, atëherë duhet të ribërë një kontratë të re me qytetarët shqiptar. Cila është kontrata e re? Është një cër ligjesh të cilat duhet i miratosh parlament në mënyrë imediate që të krijosh kontratë e re me shqiptarët. Jo paçetëm thash, ribërja disa ligjeve është imediate, që ka lidhje me pronësinë, me çështjet e sigurisë, pra ne qytetarët shqiptar duhet të japim siguri juridike. Dhe Edi Rama dhe Partia Socialiste duhet në mënyrë më urgjente të mundshme të lidhin një kontratë tre me shqiptarët dhe për shkak të bëjnë edhe reformë shumë të madhe në sistemin e drejtësisë. Është e nevojshme, është imediate, është akute një reformë e re në sistemin e drejtësisë. Jo në reformën, siç kemi thënë, reformën e drejtësisë vitit 2016, por një reformë në legjislacionin, kodin penal, kodin e procedurisë penale, kodin civil, kodin e procedurisë civile, dhe gjitha këto janë një proces shumë i fuqishëm ligjor, të cilin Partia Socialiste duhet të inicojë sa më shpejt.
Edhe, si që thash, çështja kryesore është çështja e pronësisë. Çështja e pronësisë duhet marrë një zgjedhje, duhet lidhen sa më shpejt ekspertët më të mirë fushët të drejtës të pronësisë, të drejtës civile, bashkohen që gjithë që ne të dalim me një ligj ose të përcaktojmë sanksione dhe ligjet veçanta për sa i përket dhënies së certifikatave të pronësisë të qytetarëve. Nuk mundet Dafina se duhet ta them për ta përmbyllur që një person ka 30 vite që ka marrë AMTP ta pinë siç e gjuajnë në jargonin e përgjithshëm dhe akoma nuk e ka registruar pronën në hipotekë. Atëherë çfarë presim? Atëherë ne nuk mund të dërojmë dhe këta qytetarë nuk mund të dërojnë që sharlatan, që ca hajdot, që bëjnë korrupsion gjithë ditën, të legalizime, të hipoteka tjera, që të rrinë dhe na krijojnë këto lloj problemesh për shkak të korrupsionit dhe për shkak se duhet të moshin xhepat e tyre. Këto duhet të thënë shqip. Pra, ne na duhet një kontratë re me qytetarë shqiptar, qeverisë i duhet një kontratë re me qytetarë shqiptar, duke ju thënë dhe duke vendosur fatet që çështjet e pronësisë duhet mbyllen për kaq kohë, që çështjet e tjera duhet për kaq kohë, një lidh veçantë për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, një lidh për bie të universitetit dhe për gjithë opinion keni ju, protestuesit kërkojnë largimin e Ramës, është e panegociueshme sipas tyre. Kënaqësitu kisha në studio, ndërkohë na shoqërojnë pamjet e protestës qytetare në ditën e 10, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të kthyer sërish e për ta përcjellë moment pas momenti atë.